Gratë shtatzëna në pritje të lindjes në repartin e ginekologjisë në ÇKUK duhet të sigurojnë vetë një ilaç. Siç kupton ATV-ja, ampulla oksitocin e vetnjësive mungon tashmë, për çka pacientët detyrohen ta blejnë. A e ke blejti? Po. Në privat? Nëse ka blej banatorit. Të s'kan posa? S'kan pas. Megjithatë, për këto gra, ampulla ka rëndësi të madhe gjatë dhe pas procesit të lindjes. Në rastet kur ende nuk ka filluar aktiviteti i lindjes dhe nevojitet për të nxitur aktivitetin e lindjes, në rastet kur aktiviteti i lindjes ka filluar por nuk kemi kontraksionet e mjaftueshme të mitrës për të shpejtuar procesin e lindjes, në rastet pas lindjes kur është periudha postpartale kur mitra nuk është mjaftueshme kontrahuar dhe kemi qartëdhjen nga mitra, dhe në rastet kur ka ndodhur aborti. Mungesa e tij mund të shkaktojë edhe komplikimet e nëna. Mungesa e këtij preparati në rastet kur ka indikacion për përdorim është mjaft e rrezikshme për shkak se si gjatë procesit lindjes ashtu edhe pas lindjes. Gjatë procesit të lindjes për shkak të mungesës së ampullës oksitocin mund të vijë ndonjë ngadalësim i procesit të lindjes dhe deri te lodhja e nënës dhe frytit, dhe me që rast duhet të zgjedhim modalitetin e lindjes me operim. Ampulla oksitocin si ilaç hyn në listë të barnave esenciale, por së fundi edhe barnatorët private e sigurojnë me vështirësi. Ilaçe esenciale, derisa flasim për një ilaç esencial në një periudhë dhe për një çështje shumë të ndihshme, sigurisht që është shtatzana, atëherë është një gjendje jashtëzakonshme. E me mungesë të këtij ilaçi, reparti i ginekologjisë u përball edhe në vitin 2019, ku shtatzënat për të kryer lindje detyroheshin ta blenin fillimisht ampullën.